Aksioni i Bashkisë së Tiranës për prishjen e 13 banesave që ndodhen pranë zonës së Brylit ku parashikohet ndërtimi i rrugës së re Hasan Sufa është shoqëruar me konflikt. Një familje me 5 anëtar nuk kanë pranuar të dalë nga banesa e tyre për shkak se nuk është kompensuar, ndërkohë që familjet e tjera janë shpronësuar dhe kompensuar. Familjarët kanë deklaruar se nuk do të largohen nga shtëpia pa marrë më parë dëmshpërblimin për banesën e tyre. Ndërkohë puna për shëmbjen e banesave të tjera që ndodhen në hapësirën ku do të ndërtohet rruga, pjesë e planit për ndërtimin e segmentit të ri rrugor, i cili do të lidh Unazën, bulevardin Bajram Curri dhe rrugën Ali Demi, ka vijuar ndërkohë që banorët janë larguar më herët. Bashkia e Tiranës pohon se nisja e punimeve është paraprirë nga shpronësimet e tokës dhe shtëpive dhe objekteve të tjera që preken nga ndërtimi i kësaj rruge. Një fond prej 122.7 milion lekësh është përdorur për të shpronësuar 11 familje, ndërkohë që për 2 familje të tjera nuk është kryer ende kompensimi. Këto 2 familje sipas bashkisë pritet të konfirmojnë dokumentacionin e plot në bazë të vendimit të Këshillit të Ministrave numër 1629 datë 26/11/2008. Nga ky institucion bëhet e ditur se një fond prej 40 milion lekësh do të përdoret për nisjen e punimeve për ndërtimin e rrugës Hasan Sufa, ndërkohë që ky segment rrugor pritet të përfundojë në muajin tetor. Aksioni për prishjen e banesave në këtë zonë nisi në datën 1 gusht, por u ndërprej pasi banorët nuk lejuan vijimin e aksionit për shëmbjen e banesave duke pretenduar se nuk kishin marrë dëmshpërblimet përkatëse.